Sartë vinë në Kosovë, te vorri babës. Do të thonë vjen prej Zvicrës në Kosovë dhe vjen E vizitoj vorrin e babës. Atë merr malli për këtë fshat? Gjithsesi. Gjithsesi. Po. Se këtu kum lind. Sigur. Një vend ku lind gjithmonë të merr malli për vendlindje. Po fëmijët e ju? Edhe fëmijët kanë qenë me mu kur e kum vinë me vizitu. Po vinë me vizitu varrin. Kështu që ama je prej trallëve si duket, se s'kemi taku tjerë. Nuk e di. Ndoshta. Sa kohë ke jetu këtu? Kom jetu deri në klasën e parë. Pastaj kom dalë familjarisht, mirë po. Vorri babës ka qenë, se unë kur ka vdek baba, unë kom qenë 2 vjeçar. Kështu që gjithmonë du në marrë me vizitu, me pastru, me... Arsye dhe më madhe se 2 vjetë që pas ke pas vetëm. Po. Faleminderit, vazhdoni. Selaci sot po vuan për njerëz dhe jo vetëm për të punuar tokën, për çështje me keqja, ngado që shkuam nuk dëgjuam zë fëmijë. Në këtë fshat, sot hasëm drynin në shkollën dhe ambulancës, kurse pamjet e këtyre objekteve i morëm përmes telave xhambor. Është mëkat për këtë mjedes të mrekullueshëm që po shkon drejt barkëtisjes e sidomos kur dihet historia e pasur e së kaluarës. Ishim me fat që ditën e xhirimit takuam 2 familjarë të lagjes Murati, nga të cilët mësuam një pjesë të trashëgimisë materiale dhe familjare ndërshekuj në këtë mjedis. Të gjendemi pikërisht pranë kullës Fazli Behram Muratit, e cila është ndërtuar ndoshta afërsisht para 140 viteve, dikun 1885 afërsisht, është ndërtuar nga mjeshtër Dibran. Kjo kull ka historikun e vet për shkak se ka qenë një farë mënyre një stre e shumë gjeneratave, qysh prej luftës parë botërore, luftës dytë, po dhe luftës tani të fundit të QK-s. Selaci ka qenë gjithmonë, ka qenë fshat heroik, ka pas patriot, si për shembull Ahmet Selaci, Morseli Grishta, shumë tjerë ka pas, megjithëse i përmeni me emën të gjithë, po ka qenë gjithë njëfën si adretar. Vlen të theksohet se ka historikun e vet për shkak se Fazli Behram Murati që e ceka është stërgjyshi im, ka qenë i lëvizjes kombëtare për atë dhe duke qenë i tillë ka rënë në syrin e gjandarmerisë serbe të asaj kohe, cilët janë vu në ndjekje të tij her pas here, dhe njerë prej asaj ndjekje herën e parë do thotë ka arrit si shkak i ndërvellësisë të largohet pa therr në kom, që i thojnë popullore, me plagimin e disa gjandarve. Mirë po ata nuk kanë rreshtur së përndjekuri prap Fazlin, dhe herën e dytë prap është ndesh me ta, pecek edhe njëherë si shkak i ndërvellësisë, cilën thuhet se ka pas të jashtëzakonshme, ka arrit të likuidoj 2 prej tyre dhe 3 plagosën, ku ka mirë edhe vetë lehtësisht i plagosën, mirë po ka ik, si shkak i asaj përndjekje është detyru do të me dal Koçak, që i kanë thonë përpara, ku ka nejt për afro 2 vite, mirë po ndoshta prej një mallit të madh edhe të familjes edhe do të vështirësisë me nejt në atë mënyrë, ka vendosur më kthy, do thot në shtëpi, edhe çka është më interesant, qysh natën kur u kthy në shtëpi ka vendosur më kthy, do thot para mëngjesit e kanë rrethu dhe e kanë arrestu. Do thot se i burgosun ka nejt fillimisht për afër 1 vit në burgun e Idrizovës të Shkup, mandej është transferuar në burgun e Lepoglavës, ku njëhet si buxhet më famkeqe Lepoglava dhe Goliotoku, ku ka qëndruar me torturat një pas njëshme, dhe si shkak i këtyre torturave të mëdha deri në vdekje, do thotë
ka vdek pas 11 viteve burg. Është burgos në vitin 1918, derisa ka ndru jetë 1929. Histori shumë interesante. Është vetëm kjo ka histori, apo ku keni qenë ju, ku keni banu këtu me qenë se një të këti trolli? Po ne do të thotë, unë me aq sa më tregojnë se këtu nuk kam jetu, mirë po me aq sa më tregojnë, do të thotë është e banuar qysh prej shumë shekujsh që kanë qenë në këtë truje, pikërisht familja Murati, do të thotë si lagje, është në mesin e fshatit, çka tregon që janë do të thotë ndoshta prej vendasve të parë këtu. Tu i marr parasysh se është toka më e mirë, veni më i mirë në mes fshatit dhe kjo dëshmon që kanë qenë prej më të hershmeve këtu. Ma tha dikush tjetër që këtu ka pas edhe shtëpi tjera të banume dhe ka qenë si një lloj hani që i kanë thonë për tranzit që kanë ardhur njerëzit për shembull nga fshatra tjera të largëta prej këtu. Po, këtu ka qenë që edhe unë e moj mend, do të thotë deri në atë kohë jo hanin, mirë po shtëpi tjera, do të thotë ka qenë Oda, cilën është në altë Visoshijet, ka qenë shtëpia këtu mbrapa Kullës, Kulla. Këtu ka qenë një mbrapa jush ka qenë hamari, do të thotë Idrithit, edhe do të thotë për cilëse pleme përpara që i kanë thonë për do të thotë ushqimin e baktis. Edhe do të tregojnë që kanë qenë edhe hanin e kanë pas përpara këtu, që në atë kohë do të thotë ka qenë shumë e vështirë me udhëtu për Mitrovic, tu pas parasysh se ka qenë një infrastrukturë shumë e keqe, dhe edhe prej fshatit tonë këtu Selaçit, po edhe prej një fshati Rxhan që thirret është një orë gjys prej Tushit, janë furnizu këtu në kamp, po, janë furnizu pikërisht këtu. Ka qenë një familje shumë ekonomikisht të qëndru mirë, me blegtori, me bujqësi, me mullije përpara që do të thotë kanë blu me ujë. Zotja vëlla, na thanë se këtu më herët ka pas edhe Serb. Ka pas shumë, apo si ka qenë numri tyre? Ka pas një 2-3 lagje kështu. Kanë qenë në atë pjesën atje, ku po shifët atje, po tash as shtëpia s'ka kur gjë. Domethënë kanë qenë në këtë pjesën atje, ku po shifën nalt atje. Një 2 shtëpi kanë qenë këtu poshtë, edhe një 2 kanë qenë nalt atje, në atë pjesën atje. Kështu që ka pas edhe Serbë në këtë pjesë. Po, dhe i fundit kur ka ecë prej këtu? I fundit ka ecë para luftës. Para luftës? Para luftës, po. Kështu që... Jo me presion t'juj? Jo me presion. Kanë ecë vetë.